Zhvillimi i turizmit po rikthen traditën e zejeve tradicionale dhe artizanit në Gjirokastër, si dhe mjeshtëritë e haruara ndër vite. Prej 40 vitesh, Dezemona Paskali ushtron zanatin e endjes tradicionale në të zgjaun prej druri. Këtë zanat e ka nisur qysh në moshë të vogël, e me kalimin e viteve është bërë një prej mjeshtrëve të punimit në avlëment në qytetin e Gjirokastrës. Dezemona shpreh se punimet e saj tërheqin vëmendjen e turistëve, duke qenë edhe një mundësi punësimi. Në qendrën e artizanit, në pazarin karakteristik, ajo punon qylyma, si xhade, endje në tekstil tradicionale me motive të larmishme. Këto lloj punimesh prezantojnë mes të tjerash vlerat e traditës tonë kombëtare, duke tërhequr edhe turistët e huaj. Kam qenë në moshën 14 vjeç, domethënë kam 42 vjet që e ushtroj këtë zanat. E kam mësuar në ndërmarrjen artistike, kam ndonjur 6 muaj nxënëse dhe kam vazhduar për gjatë gjithë jetës këtë punë edhe në një gruaj që kishte dyqan privat. Më mbrapa kam 10 vjet që kam hapur këtë biznes të vogël, meqense ajo ndërmarrje u mbyll. Është një punë shumë e bukur dhe e vështirë, ama është edhe një art që kur nxjerr këto gjërat e bukura nga dora, kënaqesh vetë, po edhe turistët që i shikojnë janë shumë të kënaqur. Të lumshin duart, më thonë të gjithë që vinë. Preferencat janë të ndryshme të turistëve. Preferojnë edhe modelet e vjetra, po edhe modelet moderne. Se unë përveç se modeleve të vjetra që nxjerr edhe modele të reja. Krijoj gjëra që di dhe ngjyrat, kombinimet që i bëj, di që ata i pëlqejnë këto lloj kombinimesh, këto lloj ngjyrash dhe unë përshtatem me kombinimet që kërkojnë ata. Patjetër që duhet të mbijetojnë, por nuk e di pse të rinj nuk kanë dëshirë për të mësuar. Këtu kanë dëshirë të huajt, më vinë më kërkojnë që të futen nxënës dhe të mësojnë. Vinë nga Amerika, nga Gjermania më kanë ardhur që të ulen të mësojnë dhe nuk kanë dëshirë këta fëmijët e sotëm, nuk e di. Tashmë turistët nga vendet e ndryshme preferojnë që si kujtim nga udhëtimi i tyre në Gjirokastër të marrin një suvenir të realizuar në mënyrë karakteristike në avlëmendin e drurit. Mjeshtëritë e traditës cilësohen një ndër pikat e forta për tërheqjen e turistëve, si dhe rritjen e vizitueshmërisë së qytetit të Gjirokastrës.